Bëni edhe një foto dhe shqip një kamerë. Sot edhe solemnisht nënshkruajtëm kodin për zgjedhje të lira dhe fair, ku ne kemi dëshmuar edhe më herët. Jemi dëshmitar të asaj që në komunën tonë çdo herë ka pasur procese të rregullta demokratike, fair. Ja edhe sot, edhe me nënshkrimin të aktin solem, dëshmojmë edhe një herë që do të mbahemi me përkushtim dhe besoj që do të dalëm më së miri. Apeli jonë është të gjithë qytetarët që të dalin qytetarët sa më shumë, masovikisht në një masë që në komunën tonë duhet të përcaktojmë vetë qytetarët tanë se kush do të jetë kryetari i ardhshëm në 4 vitet mandatin e ardhshëm, kjo mos t'ja lëm dikujt tjetër luksin, apo siç ka deklaruar edhe kryeministri para 3-4 muaj që ai do të emërojë një kryetar në të tjerë. Prandaj apeli jonë është në maksimum që qytetarët dalin të votojnë dhe të përcaktohet nga ana e qytetarëve kush do të jetë kryetari. Pra do t'i përmbajmë rregullave të kodeksit, me çka do t'i kontribuojmë që këto zgjedhje të jenë demokratike, fair dhe t'japin një zhvillim të mirë demokracisë sonë në këtë shtet. Me këtë na japim fjalën që këto zgjedhje do të jenë të përmbajtura, nuk do të ketë provokime dhe besoj që do të japim mundësitë tona edhe kontributin tonë që këto zgjedhje ta reflektojnë si një demokraci në këtë komunë. Ju faleminderit.